Ka vazhduar gjykimi për rastin onkologjia në dëgjimin e dëshmitarëve, të cilët janë gjithashtu persona të dëmtuar në këtë rast. Në pyetjen e prokurorës publike, Ana Gugovska-Jakimovska, nëse kishin pasur probleme me sigurimin e terapisë, një nga dëshmitarët deklaroi se kanë qenë të detyruar të japin rishfet prej 500 eurosh për të marrë çdo dozë të terapisë. Sipas dëshmitarit, ilaçi merrej nga frigoriferi në zyrën e Nikola Vasevit dhe i dorëzohej infermieres që ta aplikonte ata. Ai tha se nuk kishte prova për këtë që pretendon dhe as nuk e kishte raportuar, pasi nuk dinte ku ta bënte denoncimin. Sipas dëshmitarit, procedura ka qenë e tillë, fillimisht kafeja në zyrën e doktorit Vasevit, i cili pasi pinte kafen ia dorëzonte ilaçin infermieres. Lënda zhvillohet kundër doktor Vasevit dhe 2 onkologëve të tjerë për trajtim të pakujdesshëm të pacientëve.